Shikues të nderuar, në vazhdim japim lajmet e orës 15. Bashkimi Evropian është duke i zbërthyer gabimet dhe atë se çfarë shkon dhe çfarë jo në dialogun e Brukselit mes Kosovës dhe Serbisë, në mënyrë që t'i jap gjallëri procesit të normalizimit marrëdhënieve mes dy vendeve fqinje. Këto komente i bëri në Podgoricë shefja e politikës së jashtme të bllokut Kaja Kallas. Duke komentuar ngecjen e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, Kallas tha gjatë një konference për media se ajo çfarë po bëjnë këtë muaj është analizimi së bashku me të dërguarin e BE-s për dialogun Peter Sorensen, i cili e mori detyrën në shkurt. Çfarë është më rëndësi për neve është normalizimi i marrëdhënieve, sepse asnjëra nga to nuk mund të ecë përpara në rrugën drejt BE-s, tha Kallas. Kjo e fundit nuk dha më shumë hollësi se cilat mendon që ishin gabimet apo çfarë nuk ka shkuar deri tani në dialogun e ndërmjetësuar nga bloku. Me gjithë dialogun e zhvilluar ndër vite dhe në nënshkrimin e marrëveshjeve, procesi ka ngecur dhe tensionet janë rritur. Kallas ditë më parë ka thënë se Bashkimi Evropian është i interesuar për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, qoftë përmes dialogut apo ndonjë instrumenti tjetër. Përfaqësuesja e lartë për politikat e jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian Kaja Kallas nga 7 deri më 9 prill është duke vizituar disa shtete në Ballkanin Perëndimor. Në vizitën e parë të saj në rajon si shefe e diplomacisë evropiane, Kallas do të qëndrojë në Maltëzi, Shqipëri dhe Bosnjë e Hercegovinë. Presidentja Vjosa Osmani ka njoftuar të ngarkuarën me punë të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Anu Pratipati, për tendencat e vazhdueshme të Serbisë për destabilizimin e Kosovës. Siç ka njoftuar presidenca në një takim të hënën, Osmani e Pratipati diskutuan për arrestimin e qytetarëve serb në Gjakove në Prizren, që pretendonin se ndodheshin në pelegrinazh. Osmani e ka cilësuar këtë veprim si pjesë të një përpjekje të vazhdueshme nga Serbia për destabilizimin e Kosovës përmes kërcënimeve dhe dhunës. Osmani tha se kjo përbën ndërhyrje të papranueshme të sovranitetit shtetëror të Republikës së Kosovës. Negociatat sekrete midis kryetarit lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti dhe atij të nismës socialdemokrate Fatmir Limaj ende nuk dihet zyrtarisht nëse kanë sjellë ndonjë marrëveshje konkrete për bashkëpunim sa i përket ndarjes së posteve për formimin e qeverisë së re. Radio Televizioni 21 posedon një fotografi të një deputeti të zgjedhur të lëvizjes Vetëvendosje, emër i njohur për redaksin, të cilit siç shihet edhe në foton e ilustruar gjatë komunikimit me SMS, i pohohet atij se Fatmir Limaj do të jetë kryetari i kuvendit, ndërsa Glauko Njufca kryetar i Prishtinës. Kreu i lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti ka dërguar një letër kryetarit të LDK-s Umir Abdigjikut duke e ftuar për konsultime para konstituimit të kuvendit dhe procesit të zgjedhjes të qeverisë. Takimi është propozuar për 9 prill në orën 15 ose më 10 prill në orën 9 ose 14. Me qëllim të konstituimit të plotë të kuvendit të Kosovës dhe procesit të zgjedhjes të qeverisë së re për të konsultuar paraprakisht, ju ftoi në takim të mërkurën, thuhet ndër të tjera në letrën që Kurtia ka dërguar Abdigjikut. Kurti shkruan në fund se e mirëpret përgjigjen e Abdigjikut për këtë takim. Lidhja Demokratike e Kosovës do të shurtojë ftesën për takim nga kryetari i lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti. Në LDK thanë se organet e partisë do të vendosin se si duhet t'i përgjigjen kësaj ftese të Kurtit. Antarja e kryesisë së LDK-s Johona Lushaku, e cila është edhe deputete e zgjedhur e LDK-s, tha se qëndrimet e kësaj partie për koalicionin qeverisës me lëvizjen Vetëvendosje i kanë të qarta. Pas zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit, në LDK kanë qenë të prerë kundër një koalicioni me lëvizjen Vetëvendosje, tha ajo. Shtetërore për qeverinë. Deputeti i zgjedhur i lëvizjes Vetëvendosje Halit Thaçi në një intervistë për Radio Televizionin 21 tha se më 15 prill në seancën konstituive të kuvendit, Glauko Njufca do të jetë kryetari i këtij institucioni. Ai tha se ky nuk është vendim i partisë, por i tij. Deputeti i Haliti tha se nuk ka informacione për takimin Kurti Limaj apo për ndarjen e posteve. Deputeti Thaçi është bashkuar kryeministrit në detyrë Albin Kurti se Serbia përmes ndikimit të saj tek deputetët e minoriteteve jo serbe po e pengon formimin e institucioneve të reja. Me Thaçin bisedoi kolegu Burel Zariqi. Nesër është planifikuar një takim midis kryetarit të kuvendit Glauko Njufca dhe përfaqësuesve të partive politike.
A duhet sipas juve që partitë opozitare të përgjigjen kësaj ftese? Sigurisht që çdo subjekt politik në Kosovë që ka marrë pjesë në zgjedhje dhe ka kaluar progun, duhet të angazhohen për konstituimin e kuvendit. Dhe sigurisht që ky takim është i thirrur që të diskutojnë për mbarvajtjen e seancës së parë të legjislaturës së re që po vjen. Nëse partitë opozitare e bojkotojnë këtë takim, për shkak që PDK-ja s'ka ende një qendrim, çka do të thotë kjo? Unë nuk mendoj që ka ndonjë arsye për sabotimin e këtij takimi, sepse mendoj që qytetarët edhe ata, edhe PDK-n edhe çdo subjekt tjetër i kanë votuar qytetarët e Republikës Kosovës për ta konstituu kuvendin për t'i rregullu, do të thotë, institucionet e Republikës Kosovës. Dhe unë nuk mendoj që do të ketë ndonjë arsye për mos shkuarjen në këtë takim të subjekteve opozitare, të cilat do shohë ajo. A mund na bëni publike kush do të jetë kryetari i kuvendit, cili do të jetë propozimi i vetvendosit si parti fituese? Unë mendoj që sigurisht që Glau Konjumca do të jetë kryetari i kuvendit, do të vazhdoj detyrën e tij, që mendoj që ka kryer me një përgjegjësi shumë të madhe dhe ka qenë një profesionist si kryetari i kuvendit të Republikës Kosovës. Është propozim konkret nga vetvendosja apo është mendimi juaj personal? Është mendimi im personal, sido që të jetë mbetet të shihet, por unë këtë mendim timin do ta dërgoj çdo kund dhe mendoj që Glau Konjumca e meriton të jetë kryetari i kuvendit përsëri. A ka ndonjë marrëveshje? Sepse edhe vetë qytetari lëvizjen vetëvendosje e ka rangu si subjekti më i madh në vend, prandaj subjektit më të madh në vend edhe i takon kryetari i kuvendit. A ka një marrëveshje me zotin Limajn për ndarjen e kryetarit të kuvendit? Është raportuar se Fatmir Limaj do të jetë kryetari i kuvendit, nëse do të bëhet koalicioni. Nuk kam informata të tilla. Ka negociata të tilla, keni informacione? Unë nuk kam informacione për negociata të tilla. Por jeni të hapur për bashkëpunim apo jo si vetvendosje për shkak që të krijon institucionet qeveria e re e kuvendit? Po ajo mbetet në përgjegjësinë e kryesisë lëvizjes vetëvendosje dhe kryesisht këtu negociata i bart edhe vetë kandidati për kryeministër që do të jetë kryeministër zotëria Albin Kurti, dhe sigurisht që çdo informacion rreth këtyre ngjarjeve mund ta merrni prej kryeministrit, sepse unë nuk jam bashkë këtyre bisedimeve. Qartë, kur jemi tek seanca e 15 prillit, a prisni që të konstituohet kuvendi, i keni votat e nevojshme dhe a prisni që po në të njëjtën ditë të zgjedhet qeveria e re, të formohet qeveria e re dhe a i keni numrat edhe për qeverinë? Mendoj që me 15 prill do të zgjidhet qeveria, sigurisht që do të zgjidhen edhe të gjitha organet e kuvendit, siç është kryeparlamentare të tjera. Pra, unë shpresoj shumë që me 15 prill do të filloj qeveria e re. Prokuroria themelore në Gjakov ka kërkuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh ndaj 4 personave të nacionalitetit serb të arrestuar të dielën në Gjakov. Prokuroria ka kërkuar nga gjykata caktimin e masës së paraburgimit prej 30 ditësh. Sipas kërkesës së prokurorisë, ekziston dyshimi i bazuar se të pandehurit me inicialet BR, NV, PK, MS të nacionalitetit serb në bashkryerje poseduan armë të ftohta. Pas kontrollit të veturës nga ana e zyrtarëve policor, janë gjetur mjetet e mprehta ku të njëjtat të pandehurit i kanë mbajtur gjatë vizitës në mënyrë të organizuar në disa nga manastiret ortodokse në Republikën e Kosovës, thuhet në njoftimin e prokurorisë.
Zyra e regulatorit për energji deklaroi se shkaku kryesor i propozimit për shtrejtim të energjisë elektrike është çmimi në bursa. Zyrtari për media në ZRE, Petrit Pepaj, në takim me gazetar, tha se kjo është arsyeja kryesore. Kundër shtrejtimit të energjisë elektrike kanë dalë disa parti politike, ndërkohë qytetarë të shumt kanë protestuar të shtunën kundër ngritjes së çmimit të rrymës. Ata kanë paralajmëruar se protestat nuk do të ndalen. Në rastin e shënimit të ditës botërore të shëndetësisë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, ka filluar dita e parë e trajnimit të prindërve, kujdesi në grup për prindërim. Në këto trajnimit, cilat do të mbahen nga një takim në muaj për 7 muaj, nëna do të mund të ndajnë përvojat e tyre, eksperiencat, shqetësimet, por edhe këshilla nga infermierët. Shefja e zyrës së UNICEF-it në Kosovë si financuese e projektit tha se në Kosovë mbetet shumë për të bërë rreth nënave dhe foshnjave të posalindura. Prandaj programe si vizitat në shtëpi duhet të zgjerohet, por edhe prindërit duhet të kenë më shumë njohuri për kujdesin ndaj fëmijëve, siç është edhe sesioni i sotëm që shpresojmë të zgjerohet. UNICEF është i përkushtuar të vazhdojë punën tonë për fëmijët me të gjithë partnerët në Kosovë për mirëqenien e fëmijëve. Ndërsa drejtori i shëndetësisë në komunën e Prishtinës Izet Sadiku shtoi se përmes këtij programi, i cili është i treti që i kushtohet kësaj kategorie, drejtoria dëshiron që t'i forcojë programet për nënat dhe fëmijët. Që është programi i tretë i cili i kushtohet kësaj kategorie, që ka për qëllim ngritjen e kapaciteteve për gratë, nënat dhe për fëmijët, dhe ky është projekti i tretë që ne fillojmë brenda 2 viteve, e përmendi edhe kryetari, duke pas parasysh se përmes këtyre projekteve ne dëshirojmë t'i forcojmë programet për nënën dhe fëmijën, parasysh se sot në botë konsiderohet që fatkeqësisht vdesin diku 300.000 gra, domethënë 6 azanis në vit, dhe 2 milion fëmijë posalindur dhe 2 milion tjerë gjatë lindjes, është një numër ende i madh dhe probleme që ka kjo kategori, prandaj përmes këtyre programeve dhe programe që po bën domethënë UNICEF-i dhe Ministria e Shëndetësisë, ne kemi arritur me kriju kapacitete për këto 3 programe. E në fund, kryetari i kryeqytetit Përparim Rama u shpreh se ky program do të ndikojë tek nënat në aspektin psikik dhe fizik. Sot, dita e parë faktikisht e trajnimit të prindërve, të cilët kanë beba, foshnje të sapo lindura, për me i trajnu se si duhet me u kujdes për fëmijët e tyne ose për informata shtesë të cilat ju nevojiten, që ta kenë një periudhë kohore sa më të shëndosh në aspektin psiqik edhe fizik, edhe për foshnje, po edhe për prindër. Ky është një proces faktikisht që ne e kemi fillu edhe para 2 vitesh me vizita në përshtëpi tek prindërit që kanë foshnje të sapo lindura, e po ashtu edhe me trajnime për nënat 7 zone që kemi fillu para 1 viti, se me i trajnu jo vetëm nënat, po edhe babat. Ky program për kujdesin e prindërve dhe foshnjave është një bashkëpunim mes komunës së Prishtinës dhe UNICEF-it. Gjyqtari Sabit Sadika i tha se ministri në largimi i punëve të brendshme Xhelal Sfeshla i ka informuar gjykatën përmes email-it se nuk gjendet në Kosovë për jashtë vendit. Me këtë rast të shtyrë seancat gjyqësore për gazin e Cjellës. Ai konstatoi po ashtu se arsyeja për shtyrjen e seancës është mungesa e avokatës së Sali Zybës për arsye shëndetësore. Përfitore Pacollin tha se i është dorëzuar ftesa, por nuk është e konfirmuar se e ka marrë ftesën personalisht. Seanca u shtyr për datën 17 prill. Ju faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim në edicionet e radhës.